Ka një dhomë rrethimi dhe mund të thirren dhe mund të bëjnë një analizë aty brenda dhe mund t'i thotë, por përpara publikut mendoj që është pak e ulët, sepse ka ulur një femër. S'ka rëndësi se nga është ajo. S'më intereson fare se cilit shteti përket. Por mbi të gjithë, të lutem, mbi të gjithë ka ulur prindër të një vajze e cila nesër ndoshta kur ai prindër, unë e respektoj vendimin e tij, por kur ai prindër i cili ka ulur një femër përpara një publikut, duke ngritur birin e tij, do të thotë që a duhet të mendoj pak edhe për prindrin e asaj vajzës? Fal pak, po ajo me konë që ka prindër dhe ja din tutje prindërve nuk bën striptiz atë, edhe mi provoku moshkët. A shepa që del tek ajo që thash pak përpara në fillim fare. Është edukata. Atëherë prap, pse ti del në kundërshtim me opinionin tënd? Sepse unë të thash, një prindër i cili Të lutem, bëjmë diskutim konstruktiv. Unë të thash që në fillim. Mirë, pupa, Të lutem, e kuptova, po ushtjajde. Në momentin që një prindër i cili edukon një fëmijë, e arsimon një fëmijë dhe din çfarë produkti dhe çfarë fëmijë nxjerr për të ardhmen. Po ajo kon provokative krejt kohën, po vjen keq. Të lutem, një sekond. Fëmijë, mbi të gjithë është fëmijë.